Chris LaCivita, strategu amerikan I zgjedhjeve I cili bashkëdrejtoi fushatën presidenciale për rikthimin e Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë në zgjedhjet e 5 nëntorit 2024, ka marrë një rol kyç në garën e brendshme të republikanëve për kandidatët që do të garojnë në Senat. LaCivita mori një vëmendje në politikën shqiptare kur u shfaq në krah të Sali Berishës, kreu demokrat, në fushatën për zgjedhjet e 11 majit. LaCivita u prezantua si drejtuesi I fushatës së demokratëve dhe aleatëve të tyre, ndërsa bashkë me të u angazhuan edhe bashkëpunëtorë të tij, mes të cilëve dhe anketuesi Tony Fabrizio. LaCivita nuk pati sukses në terrenin politik shqiptar, ndërsa Edi Rama, I cili mori mandatin e 4 si kryeministër, lunguroi që ta pagëzonte me emrin Latifi, duke e cilësuar atë si të fortin e lagjes. Bufi ka sjell, kush e di me sa para dhe kush e di nga I ka gjetur, edhe një Latif nga Amerika. Latifi, për gjithë ne që jemi rritur në lagjet e Tiranës, të kujton atë të fortin e lagjes që qullsi poshtë pallatit shkon dhe I thërret. Hajde Latif, sa ata do të më rrahin, ironizonte Edi Rama. LaCivita nga 11 maj nuk u përfshi më me situatën politike në Shqipëri, por duket se ai dhe bashkëpunëtorët të tij duken si shpresa e vetme që PD e Berishës ka lidhur me 11 majin. Së fundmi, media amerikane Axios shkruan se senatori I Teksasit John Cornyn ka angazhuar Chris LaCivita, një nga këshilltarët më të lartë politik të presidentit Trump, për ta ndihmuar atë të mposhtë prokurorin e përgjithshëm të Teksasit, Ken Paxton, në zgjedhjet paraprake mes republikanëve. Përfshirja e LaCivita duket se tregon se si Cornyn po përpiqet të rreshtohet sa më afër me presidentin Trump. Por një sondazh I kohëve të fundit, I porositur nga fondi I lidershipit të Senatit, tregoi se Cornyn ishte 2 fish më poshtë se Paxton, por edhe para se të dilte ai sondazh, Cornyn po bën televizje për të forcuar besimin e tij të mirëfillt ndaj Trump, mburrej me rekordin e tij prej 99% të votave me Trump, ndërkohë Paxton e akuzon Cornyn se është një trumpist I rrem. LaCivita po I bashkohet teksanëve për një shumicë konservatore, një super PAC që mbështet përpjekjen për rizgjedhje të Cornyn, ka mësuar Axios. Cornyn ka angazhuar gjithashtu Tony Fabricion, një tjetër strateg të lartë të Trump, për të punuar në fushatën e tij. Gara midis Cornyn dhe Paxton po merr formën e një ripërballje të betejës paraprake të vitit 2024, kur përballë Trump garonte guvernatori I Floridës, Ron DeSantis. Paxton ka angazhuar Axiom, një firmë të shquar konsulence republikane, për të udhëhequr fushatën e tij. LaCivita po këshillon gjithashtu ish përfaqësuesin e Michiganit, Mike Rogers, I cili po kandidon për Senat.